Sezoni turistik veror ende nuk ka nisur, por një nga resurset më të mira të Durrësit, që është plazhi i Kallmit, ka nisur të frekuentohet. Ky plazh ka njohur shumë pushues të huaj dhe vendas, të cilët kanë nisur të shijojnë ujin dhe klimën e kësaj zone. Por dhe këtë vit ky plazh nuk ka aksesueshmëri në rrugë. Rruga që të çon në Kallm, vetëm 3 kilometra larg qytetit, është e dëmtuar. Edhe Pakçaku, që gjindej dikur vende, tani e ka marrë shiu, duke lënë nga pas vetëm gropa. Dikur një zonë e njohur ushtarake, vetëm 3 kilometra nga qendra e Durrësit. Plazhi i Kallmit frekuentohet nga shumë pushues e vizitohet çdo ditë, por kërkesat në rritje vit pas viti nuk janë përgjigjur projekteve të pushtetit për aksesueshmëri më të mirë. Rruga nuk është prekur nga investimet, gropar për gjatë gjatësisë së saj shtohen vazhdimisht. Në këtë pikë, segmenti ngushtohet ndjeshëm për shkak të rëshqitjeve të vderave dhe bëhet i rrezikshëm për të kaluar. Nga ana e pushtetit vendor nuk janë marrë masa për rehabilitimin e saj dhe rruga e Kallmit, që konsiderohet nga zonat më të bukura dhe piktoreste në prekun e detit të Durrësit, është e paksesueshme. Plazhi i Kallmit i shtrirë në pjesën veriore të qytetit çdo vit pret turistë të shumt. Kur ata gjejnë plazhe të vogla kurore të paprekura nga ndërtimet, uji është i pastër dhe qetësia mungon në plazhet masive dhe të rrëmujshme. Rehabilitimi i rrugës do të mjaftonte për të kthyer plazhin e Kallmit në një nga destinacionet më të mira për vendasit dhe të huajt.